Faleminderit zoti kryetar, në përputhje me rregulloren e kuvendit për çështje që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve, më lejoni ta ngris një çështje që vërtet është shqetësim i qytetarëve. Kohëve të fundit janë ngritur disa dilema, janë bërë disa pyetje, janë dhënë disa afate për përgjigje, madje ka pasur edhe konferenca për shtyp për këtë çështje. Por jo vetëm kaq. Qeveria dhe Shiku kanë nxjerrë sërish agent në skenë për të bërë presione shantazhe ndaj qytetarëve dhe personaliteteve. Ne nuk flasim me gjuhë spionësh, as agjendësh, madje nuk flasim fare me ta. Por ne kemi një mesazh për qeverinë dhe për Shikun, të cilët po bashkëtojnë në pushtetin me votat grabitura. Mjaft me këto shantazhe e me këto presione ndaj opinionit. Nëse mendoni se mund t'i bëni dikujt presione, shantazhe, me afatizime, keni gabim. Nëse doni t'i friksoni të tjerët me presione, prapë keni gabim. Sua ka frikën askushme. Po nëse doni të mbani pushtetin e ta ndrëni me një tjetrin postin e kryeministit, prapë keni gabim. Tashme është tepër vonë për ju. Por të fundit, kush u jep juve këtë drejtë, kush jeni ju që angazhoni spion e agent për ta terrorizuar sërish opinionin, për të shantazhuar njerëz e personalitete, për të quar mjegull dhe për të shmangur opinionin me ngjarje dhe me shpifje të tilla. Kush jeni ju që jepni vetes të drejtë të shpifni e të ngrisni teorira konspiracioni për të hutuar opinionin para asaj që ju po bëni në dëm të vendit dhe të ardhmës së tij? Pse keni mashtruar opinionin, se keni shuar Shikun e tash dilni me aktivitete subversive ndaj të tjerëve? Me mbarimin e luftës kemi menduar se do të përfundojnë një herë përgjithmonë përfshirja e agjentëve në politikë dhe bëjën e politikës me anë të shërbimeve sekrete. Por kjo shihet qartasi se nuk pas ka përfunduar. Ngrisni dilema e ngrisni pyetje, duke ditur se ato janë vërtet shpifje. Janë shpifje që s'kan të bëjnë asgjë me të vërtetën, por që kanë qëllim luftimin e së vërtetës. Ju me qëllim shpifni e trilloni edhe për ta krijuar një atmosferë shpifjesh që dhe vërteta të duket e tillë para këtyre shpifjeve. Në mesin e dilemave të ngritura nga ju kohëve të fundit, e keni ngritur edhe dilemën se kush pranoi e kush nuk pranoi ta vishte uniformën e UÇK-s. Se kush luftoi e kush i dorëzua Serbisë. Se kush luftoi e kush trahtoi kur ishte koha. E nëse doni tua heqim dilemat, u atregoj se kush e veshi e kush është veshi uniformën e UÇK-s, madje edhe kush e përleu atë. Mund t'ju atregoj një për një cili do prej jush që pretendoni të jeni tregtar të historisë, ta bleni ta shisni historinë e luftës së UÇK-s atëherë ku ju duhet ju. Por sot duket që se keni këtë kërkesë, tani keni dalë me kërkesa spionësh Shikut. Ne nuk i përgjigjim Shikut. Ne nuk i përgjigjim as ju duhet i përgjigjeni drejtësisë dhe qytetarëve. Faleminderit.